cilat janë ato pika që kundërshtoni nga projekti? Atëherë, projekti është bërë në disa faza dhe pikat e parë kundërshtimit ka lidhje me konsultimet sipas ligjit 169 të 2020-s, në të cilin dhe plani vendimin ka të përcaktuar dhe plani i menaxhimit, plani i menaxhimit i projektit e përcakton pjesën e konsultimeve, gjëra që nuk kanë ndodhur. Kjo është kundërshtimi i parë. Nuk është bërë asnjë lloj konsultimi Senada me banorët? Ata pretendojnë që kanë bërë dëgjesa, po dëgjesa ndryshon nga konsultimi, sepse konsultimi do të thotë që ju, si personat e institucionit, uleni me banorët, të cilët i preket prona, dhe në moment që uleni së bashku, dakordësoni, bini dakord, merrni një marrëveshje, i merret firma, kështu funksionojnë konsultimet, dhe shikohet se çfarë mund bëhet. Ndërsa dëgjesa është thjesht një prezantim publik i projektit, dhe të tjerët nuk janë bashkëveprues, janë thjesht dëgjues. E kuptoj. Kjo dëgjesë për të cilën ju po flisni, kur është realizuar? Unë nuk e di se nuk kanë qenë, ta pretendojnë që janë bërë dëgjesa në 2021 dhe 2023, unë personalisht nuk kam qenë, kështu që nuk di të them me saktësi, por ata pretendojnë se janë bërë dëgjesa. E kuptoj. Ju personalisht gjatë këtyre viteve nga 2021 deri në 2025 disa shtëpia janë hequr nga plani për të prishur, disa djesa të tjera janë shtuar. E kuptoj, nga informacionet që keni Senada, sa objekte preken nga ky projekti TID? Me përafërsi. Projekti TID ka nisur që më herët, dhe që në 12 objekte në fazën e parë, fazën e dytë ka qenë 74 familje dhe 100 mund të ka bërë. Mbi 100. Ju personalisht çfarë objekti keni dhe që prekeni nga ky projekt? Atëherë, unë kam një objekt që është ndërtuar në fillim të shekullit, është një shtëpi private, e ka modifikuar gjatë këtyre viteve, identitetit historik të shtëpisë. Është ngjitur me kalam muret rrethues, të themi, në kalam, në Durrës, në Lagjën 1. Dhe shtëpia ime shembet vetëm për t'i dhënë hapësirë për lulishte, ndërkohë që nga ana tjetër e këtë muret rrethuesit është lulishte. E kuptoj. Ata duan që ta bëjnë lulishte dhe nga ana tjetër. Pra, kjo është shtëpi shekullore kjo juaja, mbi 100 ca vjeçare apo jo? Po, është një shtëpi shekullore. Shtëpia juaj disponon dokumente? Jeni ligjërisht në rregull? Po, babai ka bërë në 81-shën. Babai ka lindur në Durrës, po në atë zonë. E ka bërë në 81-shën me kontratë rregullt shitblerje, siç kanë qenë atëherë në vitet e 80, dhe dokumentacioni është i rregullt, po. Shtëpia nuk ka ndryshuar. Domethënë, si në vitet kur është ndërtuar, tani mund të bëjë modifikime të vogla, po pa dalë nga konturat e saj. E kuptoj, Senada. Ndërkohë, çfarë mendoni që fshihet pas këtij projekti, pse kundërshtoni kaq fort? Ndërkohë që zyrtarët, qoftë ministri Gonxhe, qoftë kryeministri, thonë që ky projekt është në të mirë të qytetit, është për të ruajtur trashëgimin. Është një dëm të madh të komunitetit që jeton aty, sepse që me thuhet e herës, ai qytet ka pasur disa shtrëngëzime, duhet të dihet për përmbytjet, dhe në ndërshekuj ka pasur shtrëngëzime si qytet. Që ajo lagje dhe ajo komunitet është bërthama i qytetit. Pra, ato shtëpia kanë ekzistuar historikisht, sot që po flasim. Aty kanë qenë gjithmonë, ajo është qendra historike. Besoj si të gjithë dhe ju keni dalë jashtë, keni parë qytete të tjera, qoftë në Itali, qoftë në Dubrovnik, në Kroati, qoftë në Budva, që çdo qytet i cili ka një histori të hershme, siç është Durrësi, ka dhe një qendër historike. Po, për të treguar identitet, po. Për të treguar identitetin. Në rast se ti vetë do ta shkarosësh, do ta zhdukësh, për hir se aty do të bëhen hotele dhe hotelet kanë të domosdoshme që shtëpia tona të kenë fusha dhe gjetërime, sepse ndoshta në të nesërme mund vendosen bëjnë aty lokal, po them. Atëherë kjo ne për ambetën e gëstojmë dhe kundërshtojmë projekt. Projekti nuk ka transparencë. Nuk ka transparencë. Nuk ka transparencë. Ne nuk kemi marrë mendime. Ne nuk na zgjon sepse nëse ti do më thua që mua më duhet të duke qenë se unë kam qasë personalisht e kam tek mur rrethues, nëse do më thua që dua të nxjerr murin, atëherë ti do vish te fund të ulesh edhe dakordojmë së bashku. Nuk jep që më merr pjesën tjetër të shtëpisë.
më merr 1-2 metra të murit, se më lë tjetrën. E kuptoj. Pra, kjo është një gjithë problemi. Kuptoj. Tjetër është gazazi atyre i shkatohet për 2 stola. Nuk mund të frishësh një shtëpi për 2 stola. Nuk është interes publik kjo. Nëse ne kemi vënë firmat e gjithë qytetarëve të Durrësit, janë mbi 1600 firma peticion qytetar, të cilët shprehen kundër këtij projekti. Pra nëse zotëria që ju më përmendët thotë që është në të mirën e Durrësit, jo, nuk është në të mirën e Durrësit. Sepse dhe turistët që kalojnë aty, kalojnë dhe shohin dhe nuk intereson turistëve, nuk intereson pusha me lune, nuk intereson lulishta. Në intereson çfarë historie dhe si ka qenë përkugica dhe kësaj çfarë historie. E kuptoj, Senada. Nga komunikimi dhe nga takimi që kishte kryeministri sot me banorët, pash dhe lexova që banorët nuk ishin dalë të kënaqur, pra nuk morën një zgjidhje për gjithë ankesat. Konkretisht, nëse di çfarë u tha nga kryeministri, cili është qëndrimi i tij? Qëndrimi atëherë, ne asnjëherë kur kemi dalë në daljet tona publike nuk kemi dashur të evitojmë këtë pjesën e shpronësimeve, sepse ne nuk jemi ne duam që të rishikohet projekti. Të rishikohet projekti, të bëhen modifikime, të merret mendimi ynë dhe nuk duam fare të dalim ke pjesa e shpronësimeve. Të tipit që jo po ma ke dhënë kaq, jo po e dua kaq. Jo, ne duam të ulemi aty dhe të themi, a gjem ndonjë zgjidhje të përbashkët që edhe qyteti i Durrësit të përfitojë siç e pretendojnë këta, po edhe ne nga ana tjetër të ruajmë bërthamën e këtij qyteti. Ne jemi bërthamë e atij qyteti. Ishte kundër kryeministri? Ndërsa jo, kjo ishte për të thënë ju se si pra kush është, le të themi, kërkesa juaj. Kërkesa jomë. Kryeministri, nësa unë mora informacion, se siç e thash më parë, nuk kam qenë prezente, por ka qenë mësuar. Nësa mora informacion, kryeministri ka dalë hapur, duke thënë që ky projekt do bëhet. Dhe unë këtu kam ardhur për t'ju thënë që mund të ndërhyjmë tek pjesa e dëmshpërblimeve apo shpronësimeve. Sepse dhe sipas tij, vlera që ne na është caktuar nuk është e drejtë. E kuptoj. Si ishte takimi, Senada, me banorët? Ishte një takim i qetë, i tensionuar, nga çfarë ke marrë vesh? Ka kaluar në tensione, pastaj ka kaluar në tensione, janë ngritur zërat, ka patur mosmarrëveshje, Cili është hapi radhës, Senada, që ju dhe banorët e tjerë do të ndërmerrni? Pra, keni bërë disa ankesa, protesta, takimin e sotëm me kreun e qeverisë, dhe deri më tani s'keni zgjidhje. Nuk ndalojmë. Ne kemi kërkuar një komision hetimor në Këshillin Bashkiak, të hapen letrat, të shikohen si janë marrë të vendime, ka në momenti që ne të kemi transparent. Ne të vazhdojmë me luftën tonë, dhe ideja, ajo që duam është gjithsesi të marrë atë që i takon në pjesën që të ruaj, se atë që i takon të ruaj. E kuptoj, Senada. Pra ne nuk duam që të na prishën shtëpiat. Në rast se ka vend për modifikime, për restaurime, për rishikime, në këtë rast ne i bëjmë një nder, sepse nder në kuptimin që ne nëse do të shpronësojmë, nëse vlera e shpronësimeve shkon 600 lekë, nëse ti do marrë restaurosh, kjo vlerë nuk është më kaq. E kuptoj, Senada. Dhe nuk mund të më thuash që është në të mirën e komunitetit, sepse ti mua, edhe unë dhe ne komunitet, ne jemi të diskriminuar, ne nuk jemi komunitet që po na shkatërrohet prona. E kuptoj. Jo, nuk është komunitet pse ne nuk jemi, edhe ne duam zhvillimin, patjetër që po, dhe ne nuk jemi kundër projektit, jemi për rishikimin e projektit. Sepse ka problematika të pafundme. E qartë, Senada. Ju falenderoj shumë për kohën. Shpresoj të isha e dharuese, po që Jo, shumë faleminderit, ishe me të gjitha. Të falenderoj shumë për kohën dhe për informacionet që ndat.